së bashku me kolegët e mi nga Ministria e Bujqësisë për t'ju njoftuar mbi vendimin për ndarjet buxhetore për sektorin e bujqësisë për vitin 2026. Ajo çfarë është e rëndësishme t'ju theksojmë është që këtë vit kemi një arkitekturë të re sa i përket shpërndarjes së mjeteve për mbështetjen e bujqëve. Në tërësi këtë vit, me vendimin e djeshëm, ne po ndajmë 77 milion euro për të mbështetur bujkun në prodhim, gjithandej po ashtu edhe subjektet të cilat merren me përpunim, fermat dhe fermerët, po të njëjtën kohë dhe masat për stabilizimin e tregut. Arkitektura e re e mbështetjes për bujqësi përfshin 3 shtylla themelore. Programi për pagesa direkte në vlerë prej 59 milion euro. E dyta është programi për zhvillim rural në vlerë prej 10 milion euro. Dhe e treta është programi për masat e stabilizimit të tregut në vlerë prej 8 milion euro. Do t'ju informoj që pagesat direkte këtë herë janë të strukturuara në atë mënyrë që të mbështesin bujqit, po të njëjtën kohë edhe të administrohen sipas praktikave më të avancuara që promovohen në kuadër të politikës së përbashkët të bujqësisë të Bashkimit Evropian.